Prandaj ne kemi një sistem politik ku pushteti është i ndarë, po është një ndarje horizontale, janë të barabartë. Nuk kemi ndarje vertikale të pushtetit, hierarki. Ku vendi nuk është në Republikën tonë institucioni më kryesor, si që thonë disa. Përkundrazi, është horizontal. Dhe në këtë pikpamje, du të gjindën arsyeshmëritë politike për dalë prej kësaj situate. Dhe ju si jurist dhe si njerëz institucional që thirreni, në vend që ta bllokoni, do duhej të ecni tutje. Për ndryshe keni ranë kurthën e juaj. Kaq. Vetëm një përgjigje të shkurtër nëse më lejohet. E para, vetëm e vërtetove saktësisht, vetëm po e thunë në mënyrën jo dëshirore, atë të cilën po e mendon për zotri Kurti si kryeministër, edhe për deputetët që janë ministër, po janë zgjedhur si anëtarë të lëvizjes, si janë të zgjedhur nga lëvizja vetëvendosi. Presidenti i vendit, asnjë mandat do të hinte në komplikime kushtetuese nëse ajo do të interpretonte letrën e zotrit Dehari. Sakt, se ka po interpretimin. Zotri Dehari është vetëm kryesues i seancës. Sakt. Me një bashkëkryesuese, ai nuk ka pas as të drejt të dërkoj letër të presidenti edhe të kërkoj. Këtë që ka është e ti, është të thret seancën pas 28 orë dhe të vazhdoj me pundimet ka pas nevojë për siguri. Ne piken e mbetur. Pajtohem që po e marrë pozitive pajtueshmëri. E dyta, ne s'kemi dërheqje, zotri Ramaboja. Nuk ka dërheqje. Dërheqja duhet të jetë eksplicite. Nuk është dëshirore dhe dy kuptimshme. Që ta fiton mandatin e deputetit, e jep betimin dhe do të shkoj në zyren e kryeministrit, ne nuk e dim dhe nuk po dojmë as, nuk kem dashur as me gjyku, ai ka numrat për zgjedhjen e qeverinë. Ai ka numrat për zgjedhjen e kryetarit. Sepse dyshimet ishin, ose dyshimet tona të bazuar rezultuat me ndrimin aty në SMS-e dhe pazaret që dukshin po zhvillohen edhe në seancën kuvendore. Nuk mund është me thonë detyrimi është vetëm ndaj kushtetutës nëse nuk e respekton ligjin i cili derivon dhe është i thirrur në kushtetutën e Republikës së Kosovës. E kundërta është, ligji është derivat i kushtetutës. Ne 26 për hir të opinionit publik edhe interpretoni bashkërisht cilët e doni. Paragrafi 1 përcakton në rast se anëtari i qeverisë në detyrë data 23 deri data 27 zgjidhet deputet i kuvendit të Republikës së Kosovës, i njëjti duhet të jap dorëheqjen nga posti i anëtarit të qeverisë para ditës së certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Si dhe neni 29, paragrafi 1.3 përcakton se një nga 10 rastet kur përfundon mandati i anëtarit të qeverisë është nëse ai zgjidhet deputet i kuvendit të Kosovës. Edhe kjo është e zeza në të bardhë. Nuk është ligji dëshiror. Po interpreton ligjin për qeveri para se ai bëhet deputet. Apo e kuptoni që keni mungesë koherencë logjike aty. Sepse pa dhënë betimin nuk është deputet ai. Nuk merr obligime kushtetuese. Ai nuk mund ta ushtron mandatin e deputetit para se ta jap betimin. Pikrisht. Por për si jemi deputet të zgjedhur, pas garanci kështu. Në momentin nëse e bëjnë betimin, a mundën me shku mandej në qeveri? Në rast se e bojnë betimin, a mundën me shku? Nëse e bojnë betimin. Unë e thashë edhe mbram, mos kërkoni interpretimin e shitësve të gazetave të rilindjes viteve të 70-ta. Ai du të shkoj në zyrën e vetë, por nuk mundet me funksionue në nivelin e përpasur qeverinë detyrë. Falë veç pak, jo veç pak. Sepse e ka një zëvendës kryeministër. Çka ka lidhje, por që s'don me ja dhon. A s'don me ja dhon? Ose si beson. Nuk funksionon as kjo katrahur mbi cilën ju po thirrni. Jo katrahur, s'don me ja. Kush je më ti që s'don me ja? Kush je ti? Unë e banalizova sepse. Kush, domethënë, nuk ka figurë në këtë vend mbi cilën mundet me u thirr don e s'don. Ekziston i ligj, ekzistojnë do rregulla.